Bëri të pamundurën dhe vëllai i Shpat Kasapit falenderon iglitaren. Familja e këngëtarit ndjer Shpat Kasapi ka njoftuar se ka qenë iglitare drejtori sportiv i Milanit, personi kyç që bëri të mundur kthimin brenda pak ditëve të trupit të Shpatit në Maqedoninë e Veriut. Tare ka ndërhyrë personalisht për të përshpejtuar procedurat e ndërlikuara që lidhen me raste të tilla në Itali. Shpati ndroi jetë në Bergamo natën kur kishte mbërritur në Itali, ndërsa më pas trupi i tij u transferua në një spital të Milanos për analiza, autopsi dhe procedura të tjera ligjore, të cilat zakonisht marrin shumë kohë. Në rrethana normale, kthimi i trupit do të zgjaste më gjatë, por fal ndërhyrjes së iglitares, procesi u përmbyll brenda vetëm 4 ditëve, duke mundësuar që i ndjeri të prehej në Tetov të dielën e 30 nëntorit. Këto janë ditë dhimbje të madhe për familjen tonë. Falenderojmë të gjithë ata që kanë qenë pranë nesh në këtë humbje të rëndë. Dua të shpreh falënderim publik për iglitaren, bashkëkombësin ton që bëri të pamundur dhe ishte faktor kyç që trupi i Shpatit u kthye në kohë rekord në vendin tonë. Na është gjendur jashtëzakonisht shumë dhe e vlerësojmë pamas këtë mbështetje, tha vëllai i Shpatit Albin Kasapi. Kujtojmë se Shpat Kasapi ndroi jetë mbrëmjen e të martës, 25 nëntor, pas një arresti kardiak në Bergamo të Italisë.